seancën. Si thon Niko Peleshit në italisht? Nuk e di, ndoshta telefonuesi i radhës mund të di italisht më mirë se unë. Pronto, Niko Dilana? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë erdhe. Ju përshëndes. Edhe ne të përshëndesim. Ju uroj ditë mbar, fundjavë të mbar. Gjithashtu zotri. Shiftit më simpatik, të paktën zgjohemi me humor vetëm në televizioni juaj. Faleminderit. Nga Lazarati flas. Mirë erdhe, nga Lazarati më duk mua. Po, tamam nga Lazarati. Nga Lazarati brenda, jo periferi. More mu në qendër fare. Më thuaj. Tani ç'të themi, ç'të lëm përpara Flavio nuk e di, po i thoni juve, po i thonë të tjerët, po. Unë një diçka kisha. Doja të bëja një pyetje me që jeni të dy atje. Nuk e njoh mirë Tiranën, sidomos periferinë. Po, për ata lepujt e Curelit mu. Ata nuk di që janë ata lepujt, se kam parë jo Sajmir Tahirëre, jo Elit Beqja, jo Dreqe, jo Djallë, deri sa arritë tek ky Shabani, si e ka ky. Po lepuri që që bën një farë punë, mos e të pak të nëhet. Po këta duken, jo lepuj, po Harduca, po Marimaga, qarë drejkin janë këta. Janë që kështu të çuditshëm. Po të kam fort para ca kohësh, po e mban mend, kam thënë për këta politikanë të ri. Me ata qënde, me ata kulishrit. Po thonë që historia përsëritet dhe me të vërtet përsëritet. Përsëritet the. Më fal, një sekond. Po si o në 16 dhjetor 74-ën arrestohet për të pushkatuar Beqir Balluku dhe në 16 dhjetor 2025 i shkon letra Belindës. Jo përsëritet, po në datë. Po le ose isha me humor të mirë, pse ma prishe të filloj të qatë, tani le mura mand të keqe. Po pritë t'i arrestojnë dhe nipin paktën, Belindës. Jo. 20 vjetë bëhet për të arrestuar. Jo, deri atje, jo, po. Vetëm një gjë duhet të dinë të pakën të shohë shqiptarët, ata që duhet të shohën. Ka filluar e rëkulliset një gurë, po. Shohëm ku do harri i fundin. Presën fundin me padurim të shohëm. Dakord, faleminderit zotri për telefonatën tuaj, të përshëndesim, ndërkohë pash një titull kryevepër. Vërtet, mund të ndajmë? Ti e di kush i ka titullit më të bukur në treg sot? Gazeta Pema. Jo, është më lartë, është një që po ta them titullin, do e dallosh dorën. Dora e ti është dora më e famshme në treg. Që tani e kuptova. Sokol Balla. Këtë, unë them që këtë titull e ka shkruar, është aq i keq si titull se e ka shkruar me të majtën. Spak në luftë me gratë. Vërtet? Yes, por ka bërë një lëvizje të çuditshme. Ka vënë në foto Mjelinda Kaçanjin, Belinda Ballukun, dhe në krye të tyre ka vënë Linda Ramën. Tani, ky është një pretendim i styrit televizion. E vërtet? Që shiti Belindën për Lindën. Mediat e pushtetit bën sikur s'ka asnjë hetim ndaj Linda Ramës. Ç'ne ka vënë? Po tani. Rregullojnë çik foton, Nuk e di, unë në një farë e mirë kuptoj. Ja, urdhra. Rregullojnë edhe pak foton, apo s'kemi, se drejtojmë dot më shumë se kaq. Flavio. Një luftë frontale grave. Dakor, hiqe se mos ngatrojnë njerëzit televizorin e fillojnë bështyn ekranin ku shohin atë. Jeni të syri, miqtë dashur, super titull e luftë grave. Goxhat jeton. Ama si da bëm. Po luftë, ky do bëj grave do bëj, se burrat ja ka arrestuar Ramës. A jemi për barazi gjinore. Edhe gratë mund të vjedhin, mos ta pregjykoni. Dhe me që jemi të burrat që janë zhdukur, o Flavio Plaren të ndreca, gjallë është apo se s'po na del më në për studio? Se thonë të netë pësës punojme, bëjmë shtet. Ftojë në studio t'i thot prap. Too late now. Me Ramën, ndau paret, me Ramën, burgun. Nga Frankfurti, zgjojme me juve, në lidhje me Rama, Belën, duha them, nuk ka asnjë shans se Rama të shpëtoj. Bela si femër dhe instikti femëror nuk e lejon që të bëj këto vjedhjet arrogante sikur të ishin paratë e Beqirit, e jo të shqiptarëve. Bela kishte siguri 100% nga shefi i saj, e jepi se s'të gjen gjë.
Fuqia e Ramës, motrës që bëri vettingun e çoi këtu. Por amerikanët janë aty dhe ajo kur ka marrë garanci se nuk shkon në burg nga Rama, do të thotë që ajo nuk shkon vetëm. Interesante edhe kjo. Kemi një tjetër telefonat në studio. Hajde një. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Hamo. Kam një bazë ujë. Alo, Edhe një regjia. zotrin e dëgjoni? Po, dëgjoj. Po, mirëmëngjes. Nuk e kemi zotrin, na u largua si planet ndreca nga hapësira publike. Mirëmëngjes Flavio Greta, ne jemi 500.000 të djathtë, por duhet një rifreskim të PD-ja. Kam përshtypjen se janë çik më shumë se aq, por qëndron argumenti. Mirëmëngjes, më në fund shpërtheu ajo që prisnim. Deputetët e PD-s u zgjuan. Bravo, të gjithë në shesh. Koha e Belës mbaroi, thot Mira nga Durrësi. Pyetja është Ramës. Çfarë do t'i ndodhi më shumë? Na tregoni pak në 069 27 22 27 2. Mirpresim telefonatat, po ashtu dhe mesazhet tuaja. Telefonat. Tashi ka mbetur të heq brekushet se i dolën tërë të palar. Mos Gjergji, mos se ashtu e ka filluar, nuk ka nevojë ta shohim sërish. Vazhdojmë me telefonata. Alo, mirëmëngjes. Alo, Mirëmëngjes. mirëmëngjes. Më të përë, Nga akvariumi po telefonon? Nuk e dëgjova. Ndërkohë, mos ka vënë gjyslyket e kuqe dhe parashikon zjarre Rama. Mbase. Asgjë s'do ndodh, thot një tjetër, po nga Anglia, ai e ka deklaruar që përgjegjësia është personale dhe si e tilla ai do vazhdojë qeverisë duke zëvendësuar çdo që bie në burg. Ramën se ndalon asgjë përveç protestave masive dhe të pandalshme. Qëndron dhe sy argument. Çfarë do të ndodh tjetër, ta arrestojnë gjithë ai dutët që i kanë pirë